kisha pas dëshirë që me vëllezërit hoxhallar ta bisedojmë një çështje e cila është aktuale këto ditë. Ajo ka të bëjë me disa njerëz që dalin dhe flasin rreth fesë, rreth islamit, atë të cilët ndoshta realisht asnjëherë nuk e kanë përjetuar se çfarë do të thotë të jesh musliman. E dëgjova një plak i cili fliste dhe thoshte, shka është kjo puna, ka 7-8 orë mbajna për xhami, ku ka kohë pastaj të jetë aktiv në shoqëri dhe të kryjnë punë tjera, ju besojnë berberisht hoxhallarë dhe kështu me radhë. A thua, hoxh i nderuar Agim, kjo çështje a është rezultati asoj që ata ndoshta realisht asnjëherë nuk kanë qenë musliman? Ashtu edhe sikur se duket kur i ndëgjon këto deklaratat të tyre në rrjetet sociale, është shumë e qartë se ata nuk, më thonë nga fjalët e tyre, nga deklaratat e tyre, qartazi kuptohet se ata nuk kanë ndonjë njohuri për fenë islame. Për mendimin tim ose është shprehje e mllefit, për arsye se jo që s'kanë qenë musliman asnjëherë. Po unë mendoj se e kanë fshehat inatin ndaj islamit, ndaj hoxhallarëve, ndaj gjithçka që ka të bëjë me fenë, edhe kjo si rezultat i ignorancës së tyre për fenë islame, ose mund të jetë një çështje politike. Ma shumë, do me thonë, bien presioni i, më thonë, politikave edhe globale, po edhe politikave rajonale këtu, do me thonë që gjithnjë shënjestrohet islami, tentohet paraqitet kinse, do me thonë, anët negative të kësaj feje, edhe dyqysh i bashkangjitën një karavanit të cilin edhe ata nuk e din mirë se kush i prinë atij karavanit, ku shkojnë edhe çka duan të arrijnë. Vetë fakti që ata, për shembull për me, une më kujtohet një prej atyre thanjeve, njani dele dhe thot, agjerimi i Ramazanit ka qenë 3 ditë, po këta e kanë bërë 30 ditë. Më thonë, shifet shumë 3 ditë. Asnjëherë të shqiptaria, presë e kanë pranuar fenë islame 3 ditë s'ka qenë. Do me thonë, s'dinë edhe çka flasin. Ndoshta ti se ke mri një kohë, po une e mbaj mend kur akoma ishte sistemi monist, më thoshin se agjerimi është 3 ditë, ditën e parë, ditën e mesme, ditën e fundit. Edhe mjafton, domethënë, kjo sa për agjerim. Ndoshta problema është për fëmijët, unë mbaj mend për fëmijët. Si duket ata ende kanë mbetë në atë fazën e Po kjo është me të vërtetë edhe ma kujtoj ky fjalimi i këtij xhaxhit apo plakut, ata që e bonte një kryetari i Tunizisë. Thoshte se feja islame është feja e cila e humb produktivitetin e njeriu. Duke qëndruar në xhami, duke agjeruar, thotë ku do të kenë forcë dhe vullnet ato të punojnë ndonjë punë. Ja merr energjinë tjetër, po, ja. Po gjinderuar shpend, çka mendon ti për këto paraqitjet publike apo këtë hapësirë publike që u jepet atyre që ato të shprehin qëndrimet e tyre apo idetë e tyre? A nuk mendon se e ka një ngjyrim të fushatës kundër islamit? Para se mu lidh të kjo, deshta mu sqaru rreth asaj që u përmend më herët, pse apo si ka mundësi të ndodhe një deklaratë e tillë nga një njeri që më herët e ka shpreh, ka qenë mirënjohës, po ndoshta edhe ka qenë edhe krenar që ka qenë musliman. Sipas mësimeve fetare që i kemi lexuar dhe haditheve dhe edhe jetën e sahabëve, e kuptojmë se kjo vjen pas një mungese të diturisë së mirëfillshme, që ndoshta sikur që përmend hoxha, i nderuar. Edhe mendoj është mungesë e sinqeritetit. Mas po sinqeritet me veten njeriu, pastaj me Zotin e Madhërisht. Sepse këto ato fjalë që hidhen, që fliten, po të vënohen peshore në sinqeritet, që nuk janë të sinqerta. Do thon bën njeriu ndesh me fjalët e veta, me argumentet e veta vjen ndesh. Besoj që kjo është mungesa e parë. Një njeri që nuk ka arrit ta porsos veten në islam, pa dyshim që një ditë do të ballafaqohet me kriza të mëdha që na e quajmë fitne, sprova, që ndoshta do e lëkundin shumë pastaj edhe qëndrimin e tij si musliman. Atë nuk është stabil fare.
sepse habitesh ti kur dëgjon për gjenatat e para, sahabët, shokët e pejgamberit alayhis nuk ka ndodhur në mesin e tyre të ketë një njeri që e pranon fen, pastaj bëhet renegat gjatë jetës së tij Muhamedit. Ble kjo ka qenë ajo me çka janë shfaq dhe janë krenu dhe është bërë shumë e njohur edhe në atë bisedën e sahabiut me Herakliun. A ndodh ndonjëherë që të kthehet dikush nga feja, duke urrejtur, ja, thot asnjëherë s'ndodh. Pse diçka shka ngulitet në zemër, atëherë nuk ka mundësi njeriu që t'ia kthen shpinën asaj. Kjo është ajo që deshta më pranë. Masë çështja e publikimeve, domethënë nuk jemi njerëz që nuk dim të krahasojmë gjërat. Nuk ndodhen rastësisht këto. Ndjekja e njerëzve të tillë është me qëllim. Pastaj publikimi i tyre në masë të gjerë, duke mos pa pasojat se çka po don ti me kallëzu me këto. Se fundit me ka njeri musliman apo me deklaru si jo musliman është çështje e lirë e tij. Kur kush nuk mund ta ndal. Nuk e ka ndal Allahu i Madhreshëm, e ku është çështja jonë ta ndalim. Thjesht është bindja jote, bindën atë. Mirë po, jo me fjalë bindja e tij, pastaj me dal me akuza, me urrëtie, me shpifje, thjesht me gënjeshtra kundër Islamit dhe muslimanëve. Sa të jepet një për si thënë vëmendje publike shumë e madhe, shumë, domethënë çdo fjalë që e thon ju jepet kohë edhe hapësirë që ta flasin atë. Prapse, nuk kanë, jo që kjo pastaj pak mund me i bë dëm diçka Islamit dhe muslimanëve. Ama na dhimbë se kjo iniciativë tyre në këtë formë ta bëjnë vetëm për ta njollos apo për ta mundu për ta njollos fenë Islamit dhe muslimanëve, është e kotë. Sa është e kotë është edhe aq banale dhe aq jo e mirë për një shoqëri të tillë sikur që jetojmë na këtu. Ndoshta qëllimi i tyre është se të këto gjenerata që janë në ardhje, rinia që është duke ardhur. Lexova disa prej tipareve, veçorive që e ka kjo gjeneratë është pëson shumë ndryshime në qëndrime. Edhe të ato ndryshime nuk janë sikur të gjeneratat e kaluara. Ato kanë qenë ndoshta pak më stabile ato qëndrimet e tyre. Kto për shkak të dinamikës së jetës dhe gjërave të reja që paraqiten, pësojnë shumë ndryshime në qëndrime. Ndoshta ato mundohen që ta kapin gjeneratën në ardhje në ndonjë vakum të qëndrimeve dhe mundohen t'ua imponojnë një mendim. Por me siguri se si e thave ti, ajo zemër që e ka shijuar apo që e ka përjetuar imanin, ajo zemër s'mund t'ia kthen shpinën. Se kthehet nga feja e Allahut as që ama edhe tjetra, besoj që këto çka i shohim me sytë tanë duhet me vlet për neve pikëpari simsi. Sepse sado që tjetosh, sado që je i madh, sado që je i ditur, kush do kofsh. Nesër mundesh më usprovu me një sprovë që ndoshta ndryshon gjithçka në zemrën tënde. Ne nuk jemi të sigurt. Sigur që ka hadithi pejgamberit, sa njeriu zgjohet në mëngjes si besimtar, nëse e zë terri, si jo besimtar. Atë është fundi i botës ku me të vërtet duhet përni me mendu njeriu si ka mundësi me rujt besimin e tij. Prej sprovave të tilla, prej dyshimeve të tilla, prej dilemave të tilla. Mu ka një prej tyre që praktikojnë përni me fjalën e Allahut dhul xhelal lakum dinukum walidin. Unë kam fen tim, ju keni fen tuaj. Kjo është ajo çka kërkohet për një besimtar, më kon stabil, i qëndrueshëm, krenar për besimin e tij. Edhe punu, me siguri. Një prej qëllimeve të këtij emisioni të flasim se si na atë ibadetin të shndrojmë nga diçka që është rutinë tek shumica fatkeqësisht në një përjetim shpirtëror i cili është edhe një kënaqësi edhe një ëmbëlsi e atij adhurimi që e përjeton.